350 ushtarë të rinj sot janë betuar në një ceremoni ku morën pjesë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ministri në detyrë i mbrojtjes Ejup Maqedonci. Nga fotografitë e publikuara nga ministri në detyrë Ejup Maqedonci, vëret se karrigja e presidentes Vjosa Osmani, që njëherët është edhe komandante supreme e ushtrisë së Kosovës, ishte e zbrazët në këtë ceremoni shumë domethënëse, teksa jemi provuar të mësojmë arsyeën e mungesës së presidentes Osmani në këtë ceremoni të rëndësishme, deri më tani s'kemi arritur ta kuptojmë. Ndërkohë, vetë ministri Maqedonci në një postim në Facebook shkruan se u betuan 350 ushtarë të rinj të FSK-s, mbi 2700 personel ushtarak të rekrutuar në 4 vite qeverisje, shkruan ai. Muajin e ngjarjeve të lavdishme për popullin ton e përmbyllën me ceremoninë e betimit të 350 rekrutëve të rinj, të cilët sot filluan rrugëtimin e tyre si ushtar në forcën e sigurisë së Kosovës. Përgëzoi këta të rinj për vendimin që kanë marrë që të shërbejnë në emblemën e uniformës së forcës së sigurisë së Kosovës, detyrë kjo sa e vështira që edhe fisnike. Në këtë kohë sfidash për sigurinë globale dhe vendore, zhvillimi i kapaciteteve ushtarake është esencial dhe e them me bindje e gëzim që sot ushtria e Kosovës është shumë e fuqishme, më e pajisur e më e përgatitur se asnjëherë më parë, me sistemet e armatimit dhe me të rinjët e reja që me vullnet e guxim të pashoq i shërbejnë Republikës së Kosovës. Si ministër ju siguroi që investimet në sektorin e mbrojtjes do të vijojnë, ushtarakët tanë do të kenë gjithmonë përkrajen time dhe të qeverisë. Suksese ushtarëve të rinj dhe qofshin gjithmonë faqebardh, shprehet Maqedonci. Edhe kryeministri Kurti përmes një postimi në Facebook ku shfaq një galeri fotosh nga ceremonia e betimit të 350 ushtarëve të rinj të ushtrisë së Kosovës, i uron atyre diplomimin, teksa ata u betuan për të përballur çdo armike, çfarë do kërcënimit të paqes së të sigurisë në çdo kohë. Ne zotohemi para tyre që ata do të kenë gjithnjë përkrahjen e popullit, shtetit dhe qeverisë, nënvizon Kurti, me mbi 300 milion euro investime në këto 4 vitet e fundit dhe mbi 2700 ushtarë e oficerë të rinj të rekrutuar, 123% më shumë ushtarë se në vitin 2021, ushtria jon po ecën me hapa të shpejtë drejt zhvillimit, me kapacitete të plota si ushtri profesionale, me ushtarak të përgatitur e të pathyeshëm për sovranitetin shtetëror, të paprekshëm me integritetin territorial, të pacënueshëm, qofshin me shëndet e me forcë. Për krejtat dhe unë tonë në çdo kohë e gjithmonë faqebardh, nënvizon kryeministri. Sa kaq presidentja Vjosa Osmani, e cila mungoi në ceremoninë e diplomimit të 350 rekrutëve të rinj, është mjaftuar vetëm me një postim në rrjetin social Facebook ku shkruan: nga 350 uniforma një zë i vetëm për Kosovën, ushtria jon rritet me guxim, ndërsa Kosova ecën përpara me krenari. Ajo çka bie në sy në kolazhin e fotove të shpërndar nga Osmani për këtë ngjarje është fakti se aty nuk ka foto që tregojnë se pjesëmarrës kanë qenë ministri në detyrë mbrojtjes Ejup Maqedonci dhe kryeministri i Kosovës në detyrë Albin Kurti. Ndoshta një krisje, kjo mbetet për tu parë.